Territori shqiptar për datën 23 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe rreshje shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell rreshje të her pas hershme shiu në ulësirën perëndimore dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 janar do të jetë rreth orës 6:53 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:52 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 11 gradë Celsius. Kukës 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 14 gradë Celsius. Berat 5 deri në 15 gradë Celsius. Korçë 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.